Vetë ideja për me mrit dhe diku si politikan me mrit, dhe më thonë të thithja votës edhe me mrit dhe të pushteti, i bon me qenë strateg, bojnë strategji, prej qysh me u kyqën struktura, qysh që ato struktura me i përvetsu me i bo për veti, bojnë strategji qysh me bo shok për me vjedh vota, të strategjin kërësore që duhet me i ofru dishka poplet, nuk e bojnë, po dhe ata kanë me strategji. Jënë emocional në momentin kur nuk e kanë situatën kontrole dhe i marrin vendime gjithmonë nga bune. I kemë rastet kur binë prej analistave, gazetarve, mendimeve kutëru që i japin portalet edhe ose shkojnë me abdërheq, ose shkojnë bohen pjesë që në qatë moment ata vendosin me emocion pa strategji. Mendoj që shumica e politikanëve, jo veç këtu në Kosovë, po edhe në këtë botën, ka ndryshu qasjet duke pa që populli dënë sa ma shumë gjana virale dhe sa ma shumë spektakël, ka ndryshu edhe qasjen. Të janis prej presidentit Amerikan në shumë shtetet e tjera, nuk është më politika që shka qenë dhe para 10 apo 20 vjetëve. Qëta kësha thonë për fillim, që do pak ma detalisht ma vonë. Engelbert se qeshe kur tha Valoni përmendi punën e dorëheqjes, më do që pus qeshe. Do ka doke. Vaj pak emocion. Me një farë forme, a? Psikolog të di në gjuhën e trupit edhe panë me gjuhë trupit që veç që sta Valoni ka drejtë. Mu lidh me realitetin që pëndohë sot dhe thasha thua e ka që ndej. Ku ishe të i menu dhonë. Tash kjo definitivisht politikant, po ne ma shumë i të folë për liderët politikan, apo? Si shta ata janë? Po, se a janë strateg apo emocional, edhe unë këtë pajtohë me Valonin që janë edhe strateg emocional, po kjo i bën me qenë strateg. Pra, se në teorinë e leadershipit, njën liderët situativ. Pra, janë ata liderët që varsisht për situatave, individve dhe sfidave që i kanë për para, ata ndryshojnë qasin. E ta që kjo aftësia me ndryshu qasin, varsisht për situatës, individis dhe sfidës, është strategji. Ata, momentin kur kërkohet një qasje emotive ndaj situatave, ata dërojnë emocion. Po momentin kur kërkohet që me qenë strateg, atë jemi ma populist, atë jemi ma demokrat, atë jemi ma liberal, apo atë jemi ma nacionalist, atër ata din me përdojnë edhe strategji të ndryshme, edhe unë besoj që të gjithë liderët politiki kanë këto aftësi për me zbatu. E tash, cili i përdojnë momentin më duhur, edhe cili është më i fuqishëm, cili jo më godic, atër e tregon që ajo që e thema herët, 51% edhe 13%. Tash ka ngritje dhe rënje, për momentin po shihet që kjo strategjia populiste e ka momentin, kohën e vetë dhe ka funksionu ma shumë.